Edhe pse procedura e punësimit pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore është me konkurrim dhe bëhet përmes verifikimeve nga komisionet të posaçme, Muçi Shaliani, i vrarë në atentat me Gilmando Dani në nëntor, ka qenë punësuar brenda 4 ditësh punë. Koha e shkurtër për prokurorinë e Tiranës tregon se asnjë nga procedurat e parashikuara në ligj nuk është ndjekur. Për këtë, akuza e kryeqytetit njoftoi këtë të hënë se pezulloi nga detyra drejtorin e financës dhe burimeve njerëzore në AMP, Gëzim Sala, i cili rezulton nga hetimet të ketë shpërdoruar detyrën me urdhrin e punësimit. Ky shtetas kërkoi të punësojë në AMP më 9/9/2025 dhe pranimi i tij më 15/9/2025 nëpërmjet një urdhri rezulton haptasi në kundërshtim me ligjin. Rekrutimi i punonjësve të AMP-s bëhet nëpërmjet konkurimit, shpalljes së vendeve vakante, krijimit të komisioneve përkatëse, testimit, verifikimit përfundimtar. Në urdhrin e punësimit të tij, me të cilin është lidhur edhe marrëdhënia financiare, përcaktohet motivacioni, pranohet me kontratë të përkohshme dhe për nevoja emergjente. Po ashtu hetuesi thon se Shaliani është paguar rregullisht nga data 16 shtator deri në 11 nëntor të 2025-s, kur edhe u vran në atentat pa u paraqitur asnjëherë në punë apo pa zhvilluar ndonjë detyrë.